Në Komisionin Qendror Zgjedhor kanë shprehur pritshmërinë që procesi i numërimit të gjitha votave të zgjedhjeve të 28 dhjetorit të përfundojë brenda kësaj jave. Zëdhënësi i KQZ-s Valmer Elezi ka njoftuar se edhe numërimi i votave me kusht mund të fillojë gjatë së hënës. Të gjitha përpjekjet e KQZ-s janë që numërimi i fletvotimeve të mbetura, pra nga votimi jashtë Kosovës përmes postës, i fletvotimeve nga votimi me kusht dhe i fletvotimeve nga votimi persona me nevoja të veçanta të përfundoj gjatë kësaj jave. Për votim me postë nga jashtë vendit kanë aplikuar 58.000 persona. Deri tash janë numëruar shumica e 28.000 votave që janë tërhequr para natës së vitit të ri nga kutitë postare në Berlin të Gjermanisë dhe Bern të Zvicrës. Ndërkaq, më 2 janar nga kutitë postare në Prag, Londër, Paris, Zagreb, Stockholm, Istanbul, New York, Canberra dhe Kopenhag janë tërhequr 8.180 pako të tjera me fletvotime, të cilat gjatë ditës do të arrijnë në Kosovë. Po ashtu gjatë ditës edhe rreth 20.000 pako të tjera me fletvotime janë tërhequr nga kutitë postare jashtë Kosovës dhe pritet që gjatë javës të mbërrinë në qendrën e numërimit dhe rezultateve dhe të verifikohen e të numërohen. Përfundimi i numërimit të votave i hap rrugë shpalljes së rezultateve përfundimtare. Sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmer Elezi, në planin e veprimit është paraparë që kjo të ndodhë me 19 janar, por me dinamikën aktuale të punës ekziston mundësia që rezultatet të shpallen më herët. Ai nuk dha një datë të saktë, duke theksuar se afatet varen edhe nga ankesat eventuale që mund të dorëzohen në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe në Gjykatën Supreme lidhur me procesin e numërimit. Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja, subjektet politike kanë sërish të drejtë ankese në të dyja këto institucione. Vetëm pas përfundimit të këtij procesi bëhet certifikimi i rezultateve zgjedhore, ndërsa sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të marrë në qershor të vitit të kaluar, ku vendi obligohet të konstituohet brenda 30 ditëve nga dita e certifikimit të rezultateve.